të kurbinit, të lezës, fushkrujës që e mbashtrojnë shumë mirë deri në Shkodër, e mbashtrojnë shumë mirë gjelin e detit. Ajo është një pjesë, cila nuk i mungon, besoj nuk i mungon asnjë familje, qoftë edhe për ta pasur, si shenjë, në natës së ndrimit viteve apo të Krishtlindjeve. Për ta shfrytzuar pastaj gjithë janarin, sa asnjëri nuk e ha natën e vitit të ri. Pastaj kjo është pjesë e mishrave, në sektorit të mishrave, po unë nuk do lej pa e përmendur që baklavaja është ëmbëlsira jonë tradicionale. Një baklava e mirë, e bërë me një miell të mirë, një miell shqiptar, me ara pa aflatosin, pra jo të mykura. Po si ti gjejmë këtë arat, përsëri është një problem, sepse në teori është gjë e mirë dhe e dim, po në praktik ku ti gjejmë të produkte të mira shqiptare dhe jo të sëmura, mund të thuhet kështu edhe për frutat dhe perimet? Po patjetër, mund t'i trajtojmë një arë e mirë, gjendet shumë mirë, arë nga zona e Dibrës që e kanë pjesë të tyre, por si të qoftë, të mos ta fokusoj në një zonë të caktuar, por një arë e thyer vetë, pra e marrë vetë, sesa një arë e qëruar, e cila ka tendencë më shumë të mbarti aflatosinën, dhe ne nuk e kemi do të identifikuar që është një arë vendi apo një arë importi, do të bënd atë shmangen për një siguri ushqimore më të mirë. Po të ashtë të themi qikë ju jeni më anvisa, mund shkoj një baklava me petat mira dhe marat mira pa të lynë, si të në Tiranësit, pa gjalp. Pa gjalpin? Atere, pa tjetër që ne kemi gjalpin nga 450 baxhët e fabrikat e qumshit shqiptare, fabrikat më të mëdhaja që përpunojnë dhe një tonazh më të madh qumshi kanë një mundësi prodhimi më të madh të gjalpit, dhe nëse do t'i shtojmë dhe këte element, pastaj tjerat nuk janë dhe shumë të rëndësishme, sepse këto... Pra gjalpin e mirë dhe bulmetin e mirë, ku mund t'a gjejmë? Shiko, unë do doja që... Të cilat zona do vendosje pikën të cilat harta të Shqipërisë? Unë do doja që në këtë tavolinë ne të kishim një shport të madhe, me të gjitha produktet tona, sepse është në teori, po njerëzit dhe mund të shikojnë vetë në... Shiko, fabrikat më të mëdhaja, ato fabrikat të cilat janë cilësore, pa dashur të bëj reklam në emërtimet e tyre. Jo, unë do preferoja zona, dhe më thënë, pa përmendur emra fabrikash. Zona e Lushnjës, Beratit, ka një blektori dhe është numri më i madh i blektorisë në Shqipëri, Fierit, dhe aty janë dhe 10% dhe fabrikat më serioze të cilat kanë dhe standardet më të larta të sigurisë ushqimore. Pra nëse do ta merrim një pasaj, vinë dhe zonat e tjera, siç është zona e Shkodrës, Lezhës, ku ka dhe aty një blektori shumë të mirë. Po, Korça, Gjirokastra, Tepelena... Pa tjetër që ka Gjirokastra, se nuk mund ta lesh, nëse flasim për bulmet... Për baxhët të mira bulmeti, apo jo? Pavarësisht se nuk janë të gjitha baxhët, kanë problematikat e tyre me sigurinë ushqimore, por kuptohet që shumë në qarkun ose në rrethin e Gjirokastrës është një nga baxhët që është ose mini fabrikat më të mira me emër, pa dash ta përmend, e cila ju mund të merrni një produkt cilësor për të bërë një baklava shumë të mirë, ose edhe një kadaif shumë të mirë. Unë vërea më një gjë që kemi një ekspert agrobiznesi, po i cili gjithashtu që ka një krye familjar me shumë pretendime, sepse që na i bure kush që baklavaja duhet të bëhet në shtëpi. Ndërkohë që gratë shumë të zona të kohëve të fundit preferojnë që ta blejnë në fakt të gatshëm. Shiko, unë jam një nga ato që kam hartuar përgatitur agroturizmet më të mirë në Shqipëri. Ato që unë i përgatis dhe qeveritarët presin shiritat. Kështu që jam pjesë kur asistoj në tërsi në të gjithat e